Le të shohim tani disa karakteristika të popullsisë shqiptare që jeton jashtë vendit. Vlerësimet e Instat, Institutit të Statistikave, japin këtë pasqyrë. Gati 1/5 e emigrantëve shqiptar janë nën moshën 15 vjeç, por rreth 1/5 janë midis moshës 15 dhe 29 vjeç. Rreth 40% e tyre janë të moshës 30 deri në 49 vjeç. Rreth 15% janë të moshës 50 deri në 64 vjeç dhe pak më shumë se 5% janë të moshës më shumë se 65 vjeç. Kjo pasqyrë të çon në një përfundim të rëndësishëm. Nga Shqipëria kanë ikur moshat më produktive dhe veçanërisht moshat e reja. Pas përmasave të jashtëzakonshme të emigracionit, pra të numrave të mëdhenj të shqiptarëve që janë larguar, ky është ndoshta tipari i dytë më i rëndësishëm i emigracionit shqiptar. Ka ikur popullsia më aktive, më produktive, ka ikur edhe truri. Le të shikojmë tani se ku jetojnë shqiptarët që kanë emigruar. Përshkrimi më i thjeshtë është pothuajse të gjithë jetojnë në perëndim. Ky është tjetër tipar i rëndësishëm dhe domethënës i këtij emigracioni. Shqiptarët zgjedhin ta braktisin Shqipërinë për perëndimin. Shumica dërmuese e emigrantëve jetojnë në vendet e Bashkimit Evropian, para së gjithash në Itali dhe në Greqi. Një pjesë e konsiderueshme jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada. Pra e gjithë bota perëndimore nga Evropa deri në Amerikën e Veriut. Para se të ndaj disa statistika të përafërta për vendodhjet kryesore të emigracionit shqiptar, dua të bëj një koment sqarues. Janë 3 grupe shqiptarësh që jetojnë jashtë vendit. Grupi i parë janë nënshtetasit shqiptar, të cilët pas një periudhe si emigrant diku tjetër, janë naturalizuar në këtë vend, pra janë bërë nënshtetas të vendit pritës. Këta zakonisht nuk llogariten më si emigrant shqiptar nga vendet pritëse dhe si rrjedhoj shpesh nuk përfshihen në shifrat që këto vende raportojnë për emigrantët. Pra shqiptarët që kanë marrë në shtetësinë italiane për shembull, llogariten si italian dhe jo si emigrant shqiptar në të gjitha statistikat e Italisë. Duhet theksuar se shumica e shqiptarëve të naturalizuar në vendet ku janë vendosur e kanë ruajtur edhe në shtetësinë shqiptare. Vetëm një pjesë e vogël kanë hequr dorë prej saj, veçanërisht ata që jetojnë në vende ku deri vonë nuk lejohej lehtësisht dyshtetësia. Vende të tilla janë Belgjika, Austria, Hollanda dhe Gjermania deri para një viti. Grupi i dytë i nënshtetatëve shqiptar që jetojnë jashtë vendit janë ata të cilët banojnë me leje qëndrimi të përkohshme ose të përhershme, pra emigrantët e lishëm. Këta llogariten si emigrantë shqiptar në të gjitha statistikat e vendeve pritëse, dhe vetëm këta konsiderohen zyrtarisht emigracion shqiptar në këto vende. Grupi i tretë janë shqiptarët që jetojnë në mënyrë të paligjshme në vendin pritës, pra shqiptarët që jetojnë pa leje qëndrimi në vendin ku janë vendosur. Edhe pse numri i tyre ka ardhur duke ulur në mënyrë drastike, të tillë ka sot 10 mijëra mos më shumë të shpërndar në të gjitha vendet perëndimore, përfshi Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadan e të tjerë. Duke pasur parasysh këtë përbërje të emigracionit shqiptar, është e vështirë të gjesh të dhëna të sakta për numrin e shqiptarëve që jetojnë në botë. Gjithsesi, me shifrat e përafërta nga Eurostat dhe nga zyrat statistikore të vendeve pritëse, shtrira shqiptarëve duket pak a shumë e tillë. Në Itali jetojnë rreth 700.000 shqiptar, nga të cilët rreth 300.000 kanë marrë tashmë shtetësinë italiane. Në Greqi jetojnë rreth 600.000 shqiptar, nga të cilët mbi 250.000 janë bërë shtetas grek. Në Mbretërinë e Bashkuar vlerësohet se kanë emigruar rreth 140.000 shqiptar, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës rreth 120.000 shqiptar, në Gjermani gjithashtu rreth 120.000 shqiptar, në Kanada rreth 50.000 shqiptar. Shqiptar të tjerë gjenden në çdo vend të Evropës dhe deri në vendet më të larta të botës, siç është Australia. Sigur se e thash në fillim, sipas Instat, sot janë rreth 256 milion shqiptar që jetojnë jashtë vendit. Pothuajse po aq sa popullsia që jeton në Shqipëri. Këtë shifër Instat e llogarit në mënyrë të thjeshtë. Nga totali i shqiptarëve të regjistruar në gjendje civile në Shqipëri, Instat heq numrin atyre që janë rezidentë në Shqipëri, pra që përmes sondazheve dhe vërtimit të popullsisë i ka zbuluar se jetojnë në Shqipëri. Dhe kështu del numri i shqiptarëve të cilët kanë shtetësi shqiptare, pra janë të regjistruar në gjendje civile shqiptare, por nuk jetojnë në vend, pra numri i shqiptarëve që jetojnë në emigracion.